Merrni një gjethe lakre, e lyeni me mjaltë dhe përdorni në këtë mënyrë për të trajtuar këto 3 probleme. Lakra është ndër perimet më të ushqyeshme që nuk duhet të mungojë kurrë në regjimet tuaja ushqimore, sidomos gjatë dimrit, por jo vetëm. Ajo është një burim i vërtet i vitaminave, kriprave, mineraleve, përbërësve me veti antibakteriale, antiinflamatore që bëjnë atë një prej recetave më të dobishme që mund të na ofrojë vetë natyra. Për shumë shekuj me radhë, kur teknologjia dhe zhvillimi farmaceutik nuk ishte në hapat e tanishëm, gjethet e lakrës janë përdorur për të trajtuar problematika të ndryshme. Lakra është e pasur me fibër, vitaminën C, vitaminën K. Lakra është shumë e dobishme edhe jashtë kuzhinës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Kompresat me lakër mund të përdoren gjithashtu kundër inflamacionit të gjirit dhe të këmbës. Kjo perime është një shëronjëse e madhe. Një recetë e lashtë europiane rekomandon pirjen e një gote me lëng lakre në ditë për një sër komplikacionesh. Lakra gjen përdorime të gjëra tek femrat të cilat kanë probleme me gjirin. Kompresat e lakrës gjithashtu mund të përdoren nga femrat që janë nënshtruar një ndërhyrje, femrat që vuajnë nga ëndja dhe inflamacioni i gjirit, nënat lehona që duan të ndërpresin ushqyerjen me gjitë të fëmijës. Ekspertët e Akademisë Amerikane të Pediatrisë pranojnë se lakra shërben më së miri si kompresë e ftohtë për gjirin. Sipas tyre, lakra e qetëson atë, por edhe zbut edhe dhimbjen. Këto kompresa të ftohta mbahen për 20 minuta dhe më pas përsëritet procedura derisa gjiri të qetësohet. Efektet mirëbërëse të lakrës kundër ëndjes dhe dhimbjeve nuk vlejnë vetëm për gjirin, por edhe për probleme të tjera që mund t'i kanosen shëndetit tuaj. Ato rekomandohen edhe për zona të tjera të trupit siç është edhe këmba. Nëse këmba juaj është e prekur nga inflamacioni që shkakton dhimbje dhe ëndje, atëherë duhet ta mbështillni atë me gjethe lakre të ngrohtë. Në këtë rast, zgjidhni lakrën e kuqe e cila përmban substanca të forta antiinflamatore. Për ta përdorur këtë ndiqni këto hapa. Hiqeni gjethen e lakrës dhe këputni kërcellin e trashë të saj. Shtypni pak gjethen për të sheshuar dhe më pas për të nxjerrë lëngun e tyre natyral. Më pas gjethet e lakrës i mbështillni me letrë kuzhine të ngrohtë dhe vendosni në mikrovalë ose në furrë që të ngrohet. Pasi të jetë ngrohur, vendosni gjethen e lakrës në zonën e lënduar dhe mbështillni me një garzë të pastër. Këmbët duhet të mbahen paksa të ngritura. Kompresa me gjethe lakre duhet të mbahen për 1 orë dhe duhet të përsëriten 2 ose 3 herë brenda ditës. Kjo është një mënyrë e mirë lehtësuese derisa të merrni trajtimin e specializuar. Mjekësia alternative është rikthyer sërish këtyre teknikave për të ofruar rezultate të mira përkatëse dhe mbreslënëse kundër një sër komplikacionesh. Ja se çfarë ndodh nëse mbështillni pjesë të caktuara të trupit me gjethe lakre. Artriti dhe dhimbjet reumatizmale do të reduktohen ndjeshëm. Sipas Art Clinic, një ndër alternativat më të mira për të qetësuar dhimbjen dhe artritin dhe ato reumatizmale është duke mbështjellur kyçet e duarve, gjunjëve dhe këmbët me gjethe lakre. Mbështjellni më pas këto zona me qese plastike ose fasha elastike dhe lini të veprojnë gjatë gjithë ditës. Rezultati do të vijë 3 pas 1 jave përdorimi. Ndrydhja e kyçit të këmbës dhe të dorës mund të mbahet nën kontroll derisa të merrni trajtimin e specializuar duke përdorur gjethet e lakrës. Kujdo që i ka ndodhur të ndryll kyçin, nuk duhet ta përkëdhelë dhimbjen edhe ta neglizhojë. Edhe pse shpeshherë ju duhet të vini edhe kubat e akullit në vendin e ndryllur, në të vërtetë mund të mbështillni një gjethe lakre dhe ta lini të pushojë. Më pas të ndërroni gjethen dhe të përsëritni të njëjtin veprim gjatë gjithë ditës. Është e mirë kundër infeksioneve të ndryshme. Ju mund të lehtësoni infeksione të ndryshme të lëkurës me përdorimin e gjetheve të lakrës. Kujdes, në një rast të tillë nuk duhet të lidhet zona infektuar me gjethe lakre, pasi lakra ka nevojë të marrë frymë. Ndrojeni gjethen çdo 2 orë. Gjethet e lakrës janë një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit të gjirit. Nëse jeni një nënë e re dhe po ushqenin të voglin tuaj me gji, është e zakonshme që her pas here të keni inflamacione të gjinjve. Mjekët rekomandojnë të vendosni një fletë të lakrës në zonën e prekur, ta lini të veprojë për 20 minuta
dhe më pas e shplani me ujë të ftohtë. Ju mund të përdorni gjithashtu gjethe lakre kur keni dhimbje menstruale, thonjë të hyrë në mish, të fryrë të këmbëve ose edhe gërvishtje të këmbëve. Lakra është një nga perimet më të lashta të cilat mund t'japin në vlera të mira shëndetësore edhe për rritjen e shëndetit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve. Ekspertët e cilësojnë atë si një zgjedhje afatgjatë kundër një sër shqetësimesh. Ndodh shumë shpesh që vështirë të liroheni nga kolla e pandalshme, ndonjëherë as ilaçet nuk funksionojnë. Njëra ndër mënyrat më të njohura dhe vërtet frymëdhënëse sipas Brightside është gjithashtu edhe kundër kollës vendosja e gjetheve të lakrës me mjalt. Kjo vërtet do t'jetë një mjet i artë kundër kollës. Për këtë, nuk ekzistojnë në kufizim të moshës, njësoj është efikase si për të vegjëlit ashtu edhe për të rriturit. Për të filluar trajtimin do ju nevojitet një gjethe lakre gjithashtu edhe mjalt, por si duhet të veproni për të marrë përfitimet e saj. Ndani ngadalë një flet lakre nga lakra e plotë. Fletën e lakrës duhet që ta futni disa minuta në ujë të nxehtë dhe të bëhet edhe më e butë. Pastaj njërën anë duhet ta lyeni gjithashtu me mjalt. Anën e lyer me mjalt e vendosni tek gjoksi i të prekurit. Sipër vihet qese najloni dhe mbështillni me shall ose edhe me një peshqir. Procedura bëhet përpara se të shkoni për të fjetur gjumë. Kështu vlerat që do të keni do t'jenë edhe më të mëdhaja. Nëse kolla është e fortë do të nevojiten 2 flet të lakrës. Njëra vendoset në gjoks, tjetra në shpinë. Kompresat hiqen në mëngjes. Lakrën e fshini me një leckë të njom ose fshini vendin ku kanë qenë kompresat dhe kështu do të keni edhe një zgjidhje më të mirë. Nëse bronkiti është në fillim, rezultati do të jetë i dukshëm, që pas procedurës së dytë. Lehtësisht aplikojeni këtë recetë vazhdimisht për 7 net me radhë dhe së shpejti kolla dhe problemet të ngjashme do të reduktohen dukshëm. Përbërësit aktiv të mjaltit dhe lakrës, gjithashtu edhe ngrohtësia e tyre, mund të kontribuojnë në zvogëlimin e këtyre inflamacioneve dhe duhet të merrni trajtimin e specializuar sa më shpejt. Kështu do ta keni më të lehtë të mbani nën kontroll shqetësimin tuaj dhe të keni gjithashtu edhe një zgjidhje mjaft të mirë për shëndetin e përgjithshëm. Lakra ka efekte të dobishme në të gjithë trupin e njeriut. Ajo stimulon butësisht punën e stomakut, zorrës, mukozën, normalizon florën bakteriale dhe ndihmon edhe në asimilimin e proteinave. Ju gjithashtu mund t'ju nevojitet edhe në gatimet tuaja të shijshme. Në këtë video do ju tregojmë si ta përdorni gjethen e lakrës për problemet e kyçeve sipas Eltisajt. Gjethet e lakrës kanë efekte analgjezike, kështu që përdoren gjërësisht për lehtësimin e patologjive të nyjeve. Lakra lehtëson lidhjen që mund të shkaktojnë edhe komplikacionet. Njerëzit të cilët kanë provuar e konfirmojnë këtë metodë se lakra do t'jetë efektive kundër këtyre shqetësimeve dhe rezultatet që do të ofrojë do t'jenë vërtet të mira. Nëse keni entje të indeve të buta rreth kyçeve, lakra mund t'ju ndihmojë për shkak të vetiva antiinflamatore. Përveç kësaj mund të aktivizojë qarkullimin e gjakut në nyjet e prekura. Pra parandalon dhimbjet gjithashtu dhe inflamacionet. Ky trajtim nuk është i komplikuar, merrni një gjethe të mesme të lakrës dhe e lani me kujdes. Më pas e aplikoni në vendin ku ndjeni probleme dhe ngjiteni në lëkurën tuaj. Ju mund të merrni më shumë se një gjethe nëse është e nevojshme. Pasi ta vendosni lakrën në kyçet e dëmtuara, mbështillni me një shall prej najloni ose leshit të ngrohtë. Kjo do të bëjë procedurën më efektive. Mbajini në këtë gjendje për 1 orë. Është mirë ta vendosni në darkë dhe para se të flini ta hiqni në mëngjes. Efekti do të jetë i menjëhershëm nëse e përdorni lakrën me mjalt. Është e rëndësishme që të përdoret vetëm në rastet kur gjendja juaj nuk është kritike. Nëse është kritike gjendja juaj, adresojeni atë menjëherë tek mjeku, për të evituar kështu komplikacionet që mund t'i kanosen shëndetit tuaj të përgjithshëm. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të plotësojnë ose të zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.